Ky është Miran Pali nga Shkodra. Prej 8 vitesh merret me hoteleri turizëm e për të dytin vit me radhë administron Hotel Globe, i vendosur në një pozicion të privilegjuar vetëm pak minuta larg plazhit me rërën e artë të Velipojës. Hotel Globe është më shumë se një hotel, është një shtëpi larg shtëpisë. Ky hotel përçon ndjesinë e ngrohtësisë që e gjen në rrallë në strukturat e mëdha turistike. Kjo është strukturë hotelore, e përbome prej 24 ambiente të ndryshme, kanallume, dyshe, treshe, edhe apartamente për 5 persona. Klientela jonë kryesore është shqiptarët Kosovës, edhe çdo vit në fillim sezonit mundona me bë diçka pak më ndryshe që me fillu sezonin gradualisht. Por na mendojmë që një pjesë e asaj që merret të kthehet mbrapsht. Edhe këtu ka kanë edhe ideja pak a shumë që këtë vit ta fillojmë pak më ndryshe se sa vitet e tjera. Në pjesën e turizmit është viti i 8 që merr, edhe normalisht ka njofti rritje graduale turizmi. Kena fillu me pak lloma, 3-4 lloma, 5 lloma, tash kena arrit prej 24 llomash, pra 24 ambiente të ndryshme. Edhe struktura hotelore në Velipoj është përshtat klientelës. E kryesisht të pas klientel shqiptarë Shqipërisë e shqiptarët Kosovës, jena kanë detyruar për me u përshtat me kuzhina se pjesa më e madhe kërkojnë me gatu vetë. Edhe mund ta çojmë hotel. Megjithatë, të merresh me turizëm nuk është as pak e lehtë. Velipoja ende vijon të ketë sfidat e saj që nisin me infrastrukturën apo konkurrencën e fortë, por që Mirani ja ka dalë të bëhet faktor në sektorin e turizmit. Realisht për mua është shumë e lodhshme, po ka kënaqësi të jashtëzakonshme. Pavarësisht se orët janë shumë gjata, normalisht janë 6-17 orë punë çdo ditë. Prej me datën 1 qershor deri me datën 15 shtator na këtë punë bëjmë. E kam me pasion, e kam me shef, kontakte me njerëz, mu mundu mi o gjetë pramë. E praktikisht kur vjen pushuesi ai nuk e din ku është. Ideja është Velipoja është një ndër plazhet mos ta më i bukur i Rivierës Shqiptare, e për absurditet është një ndër zonat më pak zhvilluara. Secili e ka vështirë, por na mendojmë se e kena pak më vështirë se sa pjesa tjetër e Bregdetit. Për sa i përket hotelit ton, na kena përshtat fillimisht me mëngjesin, me kalimin e kohës kena bërë me 2 vakte mëngjes darkë edhe mëngjes drek darkë në varësi se kërkon klientela. Ofrojmë paketa javore, paketa ditore, paketa 3 ditore në varësi të klientelës. Pra pak a shumë e kena kthy hotelin si një market për turizmin. Pra merr atë që don. Këtë vit sezoni nisi ndryshe. Mirani së bashku me pronaren ekzistues të kësaj njësie vendosën që javën e parë të qershorit t'ia dedikojnë veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe interesi ishte menjëherë jashtëzakonshëm. Unë jam me Çerak strukturë. Edhe ky është viti i dytë që e kam unë, kam pas një strukturë tjetër. Edhe të pronari kam gjetë i bashkëpunim shumë mirë, edhe vjetë. 5 ditë e para të sezonit, kena gjetë një shtres që realisht ka nevojë. Kurse rasti si vjetëm nuk është për shtres që ka nevojë, por është për një shtres që ka kontribu për Shqipërinë. E kush më mirë se sa veteranët edhe invalidët e luftës e meritojnë respektin për gjakun që kanë derë për këtë vend. Tash mas dëshmorëve janë njerëzit më të rëndësishëm që kanë sill lirinë për Kosovën, Kosova normalisht pjesë e Shqipërisë është. E kjo është ideja, po kjo nuk ishte mujt mu bë vetëm falmeje, është edhe pronari. Edhe ai në moment që ja kam shprehë dëshirën, më ka thënë po patjetër. Unë kam fillu me faqen time të Facebookut, faqen e hotelit, edhe shpërndamja e parë që ka noll është një deputet i Parlamentit të Kosovës që më ka kontakt. Edhe më ka kërkuar që më shpërndoj, kam thënë po patjetër me kënaqësi për sa kena kapacitet. Edhe me sinqeritet ka pas i bum telefonata, 3.000-3.500 telefonata, që është e pamujtur me akomodu komplet. Na kena akomodu aktualisht është kapacitet plot. Hoteli është sa kena mundësi. Aktualisht jena plot edhe jam shumë i gëzuar që këto 5 ditë ja kena kushtuar veteranë dhe invalidit. Pas datës 5 qershor, kur hoteli do të nisë të presë pushues nga çdo cep i botës, Mirani apelon për çdo kënd që dëshiron të pushojë në Velipoj që të zgjedhin Hotel Globe. Përputhja perfekte e plazhit Velipojës edhe me Globin për mua shkrihen në mënyrë të jashtëzakonshme. Për arsye se plazhi i Velipojës është një plazh i përket shtres familjare, më shumë nuk është se është një plazh për rini me diskoteka, me kështu, është një plazh me familje, është perfekt, edhe pjesa e detit që duhet i 3-4 metër, 50 metër me eksë në thellësi për siguritë fëmijëve. Këtë gjë kena në atë Hotel Globi, kena i lulishte rreth 700 metra katror, i kanë lojnash, i parking bollshëm, bari dhe restoranti janë pjesa atraktive që mundën me konsumu kafe, i pije, me çmime të jetë normale, absolutisht po asnjë egzagjerimi, domethënë kanë çmime
njëjtë si në Shkodër. Glob nuk është një hotel, është një përvojë që mbetet në kujtesë. Shumë vizitorë kthehen vit pas viti jo vetëm për bukurinë e Velipojës, por sepse ndihen të lidhur me këtë hotel, me njerëzit që e bëjnë të veçantë dhe me atmosferën e ngrohtë që të bëjnë të ndihesh si në shtëpi.